Kush nga ju pi duhan, duhet të shikoj këtë video. Madje ta shikoj deri në fund dhe do t'ju lutesha, nëse është e mundur, të lini një koment se sa duhan pini, në mënyrë që të gjithë këtu, përveç se ta diskutojmë, të mund të kuptojmë disa gjëra të rëndësishme që ja vlen, sepse mësojmë nga njëri tjetri. Dhe do ju falenderoja shumë për këtë, nëse do ta bëni. Një koment të shkurtër. Kush është rastësisht, nëse nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes si të shihni sërish, nuk ju kushton asgjë dhe ju falenderoj që jeni bashkë. Do ta filloj nga ku filluan problemet, jo nga ku lindi duhani. Në fund do t'ju them se nga lindi duhani dhe pse. Në rreth viteve 1950 lindi cigaria me filtr, sepse më përpara nuk përdorej cigaria me filtr, po përdorej vetëm duhani normal, pra shqeto. Dhe filluan që të përdorin filtrin. Me kalimin e kohës nuk kuptonin që pse shumë njerëz kishin probleme me kordat e zërit, me probleme të tjera. U mbaj mend bile një në fshatin ton, kur e çuan në spital, i kishte mushkrit bloz të zeza. Dhe ai pinte çdo lloj duhani. Mirë po, çfarë i kishte shkaktuar kancerin në mushkri? Pikërisht pra, atë që i kishte ndodhur dhe gjithë njerëzve në botë, sepse në atë kohë, pra në vitin 1990, zbuluan, bile në 92-shin, zbuluan kush ishte problemi që sillte duhani. Merreni me mend, në filtrat që prodhonin kompanitë e mëdha, kishte amiant. Dhe dëgjohet mirë. Amianti që thithnin çdo ditë njerëzit, pra nga filtri i cigares, u kishte krijuar probleme të rënda 38% të atyre që pinin duhan në mbar botën. E dini se çfarë shifrash janë? Marramëndse. Askush nuk foli për këtë. U bë pak buj, po nuk foli kush, sepse paguan shifra të mëdha, sidomos kryesisht Marlboro dhe edhe shoqëri të tjera. Bile edhe një shoqëri që Amerikanë gjithmonë po i merrte në Kuba cigaret. Dhe nuk dua të bëj emra, por sidoqoftë këto ishin ato që dhanë më shumë para dhe nuk u bë buje madhe. Por merreni me mend, në qoftë se ne në vitet 90 nuk ishim 8 miliard si sot, por ishim rreth 6 miliard. Le të themi 5 miliard. Në 5 miliard, sa njerëz mund të pinin duhan? Ju e dini që në vitet 90 pinin shumë duhan, nuk është si sot ka reduktuar përqindja, por në vitet 90 unë mendoj se ishin të paktën gjysma e popullatës. Mos të themi gjysma, por të paktën të themi 40%. Nëse themi 40% e popullatës, do themi nga mosha 13 vjeç ose 15 vjeç deri në moshën 60 apo 70, bëni një llogari tani sa njerëz mund të kenë qenë ata që pinin duhan. Bëhet një llogari të paktën rreth 800, rreth 1 miliard, parafërsisht, 1 miliard njerëz. Dhe në këta 1 miliard njerëz, 38% prej tyre, thash shifra eksakte në mënyrë që të kuptohemi, rreth 38% prej tyre kanë patur probleme pra nga filtri i duhanit. Por prisni, se nuk ishte vetëm filtri. Ka patur edhe probleme të tjera që shkakton duhani, pikërisht duhani. Kur zbuluan që ishte problemi i filtrit, u bë, thash, rrëmujë e madhe, por prap filluan me gjëra të tjera. Bile duke filluar nga viti 2000 e këtej, filluan që të mendonin se çfarë do të bënin. Dhe çfarë bën? Gjën e parë që bën, u futën taksa të mëdha atyre që prodhojnë duhanin, në mënyrë që ta reduktojnë sa më shumë prodhimin e duhanit. Në fakt, sot nuk bëhet më publicitet në televizion, si bëhesh dikur që vetëm për duhanin bëhesh publicitet, sepse është kategorikisht e ndaluar. Dhe me kalimin e kohës, shumë nga këto kompani, meqense krijuan probleme inflacionet të mëdha të kuotave, ata e braktisën këtë punë dhe filluan punë të tjera. Mirë po, pak më vonë, pra nga viti 2008-2009, 2005 filluan që të projektonin, por nga viti 2008-2009 filluan që të krijonin cigaret me ato
elektronike, por nuk dolën ende në shitje. Mekanimin e kohës u testuan disa herë, derisa pastaj sepse e zbuluan disa, pastaj disa të tjerë që dëshironin e donin, disa paguan, disa edhe si përfundim ata që duhet kishin monopolin në dorë e morën dhe filluan shitjen. Dhe shitja filloi para disa viteve. Nuk ka 7-8 vjet që ka filluar. Dhe kur filloi kjo shitja e këtyre sigareve me elektronik, të gjithë janë super të kënaqur. Super të kënaqur sepse thonë shkenca na ndihmon dhe na thotë që nuk ka probleme. Okej? Pra ne themi që nuk ka probleme, por duhet të dini diçka. Ndaj ju thash që duhet ta dëgjoni deri në fund. Ne jetojmë në botën e gabimeve. Kemi bërë një ligj dje, e mohojmë sot atë ligj, bëjmë një ligj tjetër sot dhe e mohojmë nesër këtë dhe nesër bëjmë një tjetër ligj. Normal që kjo përcakton zhvillimin e njeriut, sepse duke bërë ligje të reja ti bën zhvillimin tënd. Mirë po, duke u bazuar në këtë që njeriu ecë në bazë të gabimeve, atëre ne të mbani mend dhe dua t'ju kujtoj juve që ne bëm filtrat në vitet 50 dhe tani, në vitet 90, thamë që ops, filtrat kanë probleme. Por ndërkohë vdiqen miliona njerëz, sepse nga ata 38% që ishin të sëmurë, shumë prej tyre, po thuaj gjysma prej tyre vdiqen. Vdiqen nga sëmundje të ndryshme, sepse shkaktojnë sëmundje të ndryshme. Tani, nëse do të ketë një problem me këto, sepse duhet të dini që brenda cigareve elektronike janë lëndë kimike. Dhe ku ta dini ju që ato lëndët kimike nuk ju krijojnë probleme? E them për ju dua të mirën, ju dua fort, dhe po e them. Do thoni ju po mirë, Dolina Diri tani të thotë, okej, unë thjesht ndes shkëndijën, bisedojmë së bashku në të gjitha këto drejtime, si se dëgjuat deri tani, këto janë statistika që i gjeni gjithandej, që të kuptojmë të vërtetën. Unë për shembull nuk e pi cigaren, nuk më intereson fare, nuk më jep asgjë. E kam provuar, as më jep asgjë, as nuk më shijon, as ç'është, nuk e kuptoj se çfarë është. Tjetra, në qoftë se këto cigaret elektronike do të krijojnë probleme, ne nuk do ta dim tani, por do ta dim më vonë, kur të fillojnë problemet, ose ndoshta kur të zbulojnë që nga këto cigare, pra nga këto përbërje kimike, si bën me filtrin që ishte me amiant, mund të krijojë probleme të rënda që ne nuk i kuptojmë. Infarkte, probleme kardiovaskulare, probleme me syt, probleme me trurin, probleme me Alzheimerin, probleme me gjakun, probleme me mushkërit, ne nuk e dim. S'dim asgjë. Ne thjesht menduam që e testuam dhe pastaj ecim. Sepse dikush kërkon monopol, kërkon të shes, kërkon që të shes, që të marrë para. Nuk do t'ja di fare në fundi që se ti vdes ose jo. Vetëm që të marrë para dhe kaq. Ja u them. Tani, tjetra është që edhe sikur t'jetë vetëm cigare, tani do të tregoj historinë e cigareve. Cigaria nuk ma e mend që kur ka filluar që të pi njeriu cigare, sepse ne, sipas historisë, na është mësuar që cigaria u shpërnda në Evropë dhe në botë pas zbulimit të Amerikës, sepse në Amerikë përdoreshin nga fisi maja. Por unë do t'ju them të vërtetën, sepse disa studiues janë të bindur që cigaria ose nikotina ka lindur shumë vite më përpara. Mendohet që para erës sonë, shumë vite para erës sonë, sepse me anë të tymit të nikotinës hyn në një tjetër dimension, pra hyn në një botë tjetër, sepse kush e ka pyetur veten ndonjëherë pse njerëzit pin duhan, për çfarë arsye? E keni pyetur ndonjëherë veten? Pse pi duhan? Për çfarë arsye? Më pëlqen thot njëri, po pse? Çfarë të pëlqen? Çfarë ka? Pikërisht pra sepse pa e kuptuar, nikotina shkakton një dipendencë në tru. Sepse është jo vetëm varësia, por ajo ka, ta dini, gjithë cigaria ka rreth 4000 substanca brenda.
T'ja u përsëris edhe njerë. Është shkencore, nuk është se e shpika unë. Ka mbi 4.000 substanca dhe shumë për i tyre substanca janë të dëmshme. Tani është logjike që dikush thotë që një pjesë të dëmton, por ata që përdornin fillimisht ishin shamanët e fiseve Indus ose e fiseve Maja. Sepse me anë të tymit ose duke shkuar në trans, ata futeshin në kontakt me format të tjera jete. Ose thërrisnin shpirtra ose jepnin shpirtra. Kemi bërë një video për këtë, përsa i përket një bari, ayahuascës, por unë po them tani përsa i përket nikotinës. Sepse të gjitha barnat ose këto tymrat janë dhe bëheshin pikërisht nga magjistarët, sepse filluan nga magjistarët. Ja u them këtë sepse kisha studiuar para disa viteve kur unë bëja spektakle për iluzionist. Dhe magjistarët e përdorin këtë zakonisht për ata që shkonin në luftë ose ata që plagoseshin. U jepnin tym, pra jepnin që me cigare ose qoftë nikotinës ose edhe lëndëve të tjera për t'i quar në trans që mos të ndjenin dhimbje. Ose në qoftë se do shkonin për shembull në luftë që të bënin dy luftime, mos të kuptonin se çfarë po bënin. Me fjalë të ishin aktiv dhe jo të kishin frikë. Pra, të pish duhan nuk është një gjë e mirë për veten tënde. Përveç së tjerave, mund të krijojë edhe probleme, në to sepse është tymu buridot, është diçka toksike, që ti e thith gjithmonë këtë dhe e marrë në vetvete një pjesë, edhe sikur mos ta mbash. Një pjesë e atij tymi futet në trurin tënd, dëmton trurin, dëmton frekuencat e trurit, dëmton gjakun, dëmton gjendrën pineale, që është kryesorja, që tregohet që falë saj ne komunikojmë. Pra, nëse nuk i dinit këto informacione, si që thash, unë ju informova, sepse është mirë që t'jeni të informuar. Tani, pres komentet tuaja, si më premtuat apo jo, që do lini një komentin tuaj, sepse unë nuk pi cigare, por ja, pse ju dua shumë, dhe dua fort, dhe dua t'ju informoj për të gjitha këto. Kështu që shpërndajeni këtë video, lini komentin tuaj dhe ju përqafoj. Hajde, natën, dhe mos pini duan. Lereni, po më dëgjoni mua. Ka shumë mënyra për ta lënë. Herës tjetër do të tregoj disa teknika për të lënë duhanin. Ju premtoj. Hajde, ju përqafoj.